Ju e dini që sot jemi me 1 maj, një ditë simbolike që shënohet gjithmonë në botë me protesta. Kemi vendosur edhe na të bëjmë protestë dhe të thejmë atë mitin e festës e të bëjmë protestë, për arsye se kemë çka me bë për çka me bë protestë. Ne kemi inflacionin e kohëve të fundit që është lidhur me çmimin e energjisë elektrike dhe produktet varëse, e që besa punëtorët e korporatës energjetike të Kosovës punojnë, sfidojnë, rrezikojnë jetë dhe vdesin 1% të stafit si rezultati smundjeve profesionale që ne dyshojmë se i marrin gjatë procesit të punës e pasunohet keq në këtë rast. Korporata energjetike e Kosovës çmimin e energjisë elektrike e shet për 29 herë gjysmë që nga vitit 2019 që 6 vite, ndërsa për keqen është ngritur 4 herë çmimi i energjisë elektrike dhe si rezultat i kësaj ne po punojmë, ata po bëhen milioner dhe për këtë arsye ne kërkojmë ngritje të pagave, kërkojmë respektim të drejtave ligjore, kërkojmë respektim të vendimeve të gjykatës që janë pagesa për fundjavë, pagesa për rrezikshmëri, kërkojmë marrëveshjen kolektive, kërkojmë gjykatën e punës. Ne shumë herë kemi hasë në keq kuptim edhe me institucionet e Kosovës, edhe me qeverinë e Republikës Kosovës, që thonë që nuk ka nevojë për gjykatën e punës. Kjo është një gënjeshtër për arsye se vetëm korporata energjetike e Kosovës ka mira land që punëtori e ka padit për padrejtësitë dhe ku nuk ka nevojë. Të gjitha komunat, të gjitha nivelet publike e private ka konteste të jashtëzakonshme të padive civile, të padive për çështjet të drejtave ligjore të punës. Pra ne kërkojmë me ngon gjykatën e punës. Ata të cilët janë kundër gjykatës e punës janë kundër punëtorit. Dhe ju bëj apel edhe të qeverisë të ardhshme edhe kuvendit e ardhshëm, deputetëve të ri, që të bëjnë gjykatën e punës, të aprovojnë këtë drejt për punëtorë, se nëse nuk bëhet kjo gjykatë e punës, atëherë tregojnë qartë që janë kundër interesave të punëtorëve. Kemi paqartësi e padrejtësisë, tërgjagjjet e orarit të punës, sigurimin shëndetësor që nga viti 2015 që është në ligjin e Republikës Kosovës, asnjëherë nuk është bërë. Edhe nuk bëhet kurrë nga asnjë qeveri deri tashme dhe as nga kjo e tanishmja. Prandaj ne kërkojmë këto të drejta shpejt të realizueshme, se ne kemi nisë me 1 maj si datë simbolike, po nuk do të ndalme derisa të arrijmë qëllimet tona. Çka bën kjo qeveri? Kur gjithë bën për pensionistë dhe punëtorët të cilës punojnë në institucionet të Republikës së Kosovës. Na ka bashkangjitur për të protestuar në mënyrë për të shprehur paklasin të cilën me sfida të ndryshme të jetës, duke pas parasysh kostën e jetës, çfarë shtrajtime po bëhen a pensionistët edhe pensionet nuk rritën. Çka bën qeveria? Albin Kurti ka premtuar që shumë ka më bë për pensionistë. Asgjë që 4 vjet s'ka bë. Që 25 vite nuk janë rritur pensionet, as ligjet e pensionistëve asgjë. Na pensionist invalidor dhe pensionist përgjithësi, a jetojmë në Kosovë, a jetojmë në Gjungull, a ku jetojmë? Çka është kontributi jonë që me dokata kemi kontribu për këtë shtet, ku jo ndjesha jonë? Sa pensionist invalidor që 25 vite kanë vdekur, pa i marrë pensionin, pa i trashëguar. Kush e bën këtë përgjithësi? Qeveri. Të gjitha qeveri, pej 99-s edhe deri me sot, asgjë s'kanë bërë. Kurse pensionist jesin të anashkaluar. Kërkojnë nga qeveria që sa më shpejt i rrit pensionet e invalidëve të punës dhe vjetërësisë dhe gjithë punëtorët që kanë kontribuar dhe kontribuojnë. Çfarë ambienti, çfarë kushtet mjetoare janë të punuar punëtorët e sidomos në kek, kushtet mjerueshme janë. Çfarë ajri thithin ata? Sa pensionistë dhe sa punëtorë kanë vdekur në kek atje, duke i parë parasysh kushtet e jetës të cilat kur qeveria në ndër kur fare hopi. Atëherë nuk ka kuptim se si vetëm ne punonësit medial të heshtin përballë padrejtësive tona, të cilët janë duke na u bërë çdo ditë më shumë në vendin tonë të punës. Nuk ka kuptim se si ne të heshtim dhe të kalojmë këtë në heshtje
duke mos ngritur zërin ton. Edhe vjen deri tek momenti I fundit kur të thrasin në zyrë dhe të thonë je I larguar nga puna, për të mos ofruar ndonjë letërvërejtje apo ndonjë diçka me shkrim për të më paralajmëruar, saktësisht mu, si Naim Kryeziu, ish punjonës I Java Multimedia Production, Kanal 10, që më ka larguar nga puna padrejtësisht. Dhe tani unë, siç e dini edhe ju të dashur kolegë dhe protestues, kam ngritur padi ndaj ish punonësve të mi. Dhe besoj që drejtësia do të triumfojë dhe do të vrapojmë deri në drejtësi dhe derisa ata të marrin dënimin e merituar. Ju faleminderit. Sot jemi mbledhur jo vetëm për të kujtuar një majën ditën ndërkombëtarëve të punëtorëve, por edhe për të ngritur zërin kundër padrejtësive që vazhdojnë të na rendojnë mbi supe çdo ditë. Gratë në këtë shoqëri punojnë 2 herë. Një herë në vendin e punës dhe pastaj në shtëpi, ku puna tyre nuk njihet, nuk paguhet, nuk respektohet. Është një punë e heshtur që mbohet mbi supet e tyre si një detyrë e natyrshme. Por sa herë që diskutohet ekonomia, gratë as nuk përmenden. Ndërkohë, paga minimale në Kosovë nuk është për të jetuar, është për mbijetesë. Dhe shpesh nuk është të mjaftueshme as për këtë. Çdo muaj, punëtorët përballen me zgjedhje të pamundura, të paguajnë qiron apo të blejnë ilaçe, të mbushin frigoriferat apo të paguajnë energjinë elektrike. Dhe kur këta punëtorë e ngrisin zërin, u thuhet se duhet të jenë mirënjohës që kanë një punë. Kjo nuk është punë, ky është shfrytëzim. Në më pak se 6 muaj, 10 punëtorë kanë humbur jetën në vendin e punës. Jo nga një aksident, por nga neglizhenca, mungesa e kushteve dhe përpuzja për jetën e tyre. Punëtorët teknike të kuvendit që guxuan ta ngrisin zërin e tyre, u ndërshkuan me pushim nga puna. Jo për ndonjë shkelje, por thjesht sepse kërkuan dinjitet dhe të drejta. Ndërsa ne jemi këtu duke protestuar, punëtorët e tjerë nuk e gëzojnë këtë drejtë. Shefat e tyre, duke e parë shenjen më të vogël të revoltës, hakmerren ndaj punëtorëve të tyre, duke I pushuar nga puna ose duke I keq trajtuar. E gjithë kjo në maskën e një ligji që thuhet se është hartuar për mbrojtjen tonë. Apo ky është një mashtrim tjetër I radhës. Ne nga këtu, krahas kësaj krizi, krahas inflacionit, krahas tregut të punës, kërkojmë ngritjen e pagës dhe nuk do të dalmi deri në realizim. Nuk do të thotë se do të jemi vetëm në protestë. Do ta përdorëm gjitha format e statutit sindikal, ligjit për organizim sindikal dhe ligjit për greva. Kërkesë tjetër është gjykata e punës. Institucionet e Kosovës, qeverinë dhe parlamentin, deputetët e saj, duke thënë se nuk ka nevojë për gjykatën e punës. Ju bëj me dije që vetëm në korporatën energjetike të Kosovës janë mira pa ditë drejtuara kundër punëdhënësit në këtë rast për mos respektimin e të drejtës ligjore. Prandaj, nevoja është e domosdoshme të krijohet gjykata e punës. Të gjithë ata të cilët nuk janë për gjykatën e punës, janë kundër punëtorëve. Veone është e domosdoshme që vendia qytetare për padrejtësitë që të ndodhin në të gjithë punëtorët në Republikën e Kosovës duhet ngritur zëri dhe duhet protestuar për standarde më të larta në siguri dhe shëndet punë, në aspektin e çështjes sociale, në pagesën e orëve shtesë, në pagesën e ditëve të vikendit, e shumë padrejtësi që ndodhin punëtorëve në Republikën e Kosovës. Pavarësisht, finantorët janë një kategori e cënueshme, të cilët nuk kanë paga të dinjitetshme, nuk kanë të siguri të aksidenteve, nuk kanë sigurim shëndetësor. Atyre ju mohohet vazhdimisht e drejta elementare, siç është rreziku për jetën, për cilët punojnë në një thellësi 800 metra në tokë, mirë po të punojnë pa siguri, pa shëndet, pa paga të dinjitetshme, definitivisht është sakrificë që japin botës shumë dhe familjet e tyre, mirë po ju mohohet shumë të drejta.
Andaj, bëjmë thirrje ministrit, bëjmë thirrje parlamentit dhe qeverisë të Republikës Kosovës. Është koha e fundit që ta kthejmë vëmendjen ka punëtorët në Republikën e Kosovës, duke respektuar dhe duke zbatuar ligjin e punës dhe duke respektuar shumë të drejtat e tyre. Duke ngritur institucione dhe duke bërë strategji për respektimin e të drejtave të punëtorëve, sepse edhe ashtu jeta sociale në Kosovë është duke rënduar. Duke marrë parasysh në ditët e fundit, është shtrejtuar energjia elektrike të cilën po e prek direkt liçenin e punëtorëve dhe gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës. Përëndon jetesën e punëtorëve, përëndon jetesën e qytetarëve. Është e domosdoshme ta ngritim zërin, të shprehim këto paknaçi, duke marrë parasysh se të shpresojmë që në shpejt Parlamenti i Republikës Kosovës, qeveria ardhshme do të përkujdesen për një mirë jetë më të mirëqendshme, gjithashtu duke marrë parasysh se rinia duke u ceduar dignitetit, ata po e lënë vendin, po iku për një jetë më të mirë në vendet evropiane, neve po na ik trugu i punës dhe trugu i ekonomisë. Andaj i bëjmë thirrje gjitha institucionet se është koha e fundit me reflektu dhe me pas një barazi dhe një drejtësi për punëtorët në Kosovë. Faleminderit edhe një herë.